Omer ibn Lathabi, udhëheci që dridhej nga frika ndaj Allahut. Në faqet e historisë islame, pak emra ndriçojnë aq fort sa Omer ibn Lathabi, një burr që para islamit njihej për ashpërsi, por pas islamit u bë më i buti në drejtësi, më i forti në iman dhe më i pastri në zemër. Ai ishte një mal në besë, një det në drejtësi, një flak në trimëri dhe një dritë për udhëheqje. Armisia në përqafim të islamit. Omeri ishte burr i fjalës, i pathyeshëm, por fillimisht armik i pejgamberit. Një ditë, me shpatë në dorë, doli për ta vrarë Muhamedin, por Zoti ja kishte caktuar udhëzimin ndryshe. Kur hyri në shtëpinë e motrës së tij dhe dëgjoi vargjet e Kuranit nga surja Taha, zemra e tij u drodh. Ashpërsia u shkris si kripa në ujë dhe Omeri i madh ul në gjujmë para fjalës së Allahut. Ai që doli për të vrarë, u kthye për të jetuar dhe për të vdekur për Islamin. Dita kur pranoi Islamin, u bë një ditë feste për muslimanët e parë, sepse me Omerin në krah, ata filluan ta falnin namazin hapur, pa frikë, dhe kështu, siç tha vetë profeti, Allahu e bëri Islamin të fortë me Islamin e Omerit. Trimëria në fush dhe drejtësia në shtet. Si kalifë pas vdekjes së Ebu Bekrit, Omeri udhëhoqi shtetin islam me një thjeshtësi që sot duket e pabesueshme. Ai nuk kishte pallate, nuk kishte roje, nuk kishte frone të arta, kishte vetëm një shtrat prej lëkure dhe një robë të thjesht, shpesh të qepur me copa. Dhe megjithatë, kur e pa një i dërguar nga Bizanti, tha me habi: "Kështu flet sundimtari muslimanëve, në nhije në një peme. Ke sunduar me drejtësi, pra ke fjetur i qetë, o Omer." Ai udhëhoqi një shtet që u shtri nga Persia deri në Egjipt, por nuk u korruptua nga pushteti. Çdo natë dilte i vetëm në rrugë, të shite nëse kishte ndonjë fëmijë të uritur, ndonjë grua pa bukë, ndonjë të varfër pas tre. Një natë gjeti një nënë që po i vinte ujë një tenxhere e bosh për t'i mashtruar fëmijët e saj se po gatuante. Omeri e pa, nuk tha gjë, por u kthye me thesin e miellit mbi shpinë duke e bartur vetë. Kur i than: "O prijës, pse e ngarkon ti? Jepja dikujt tjetër." Ai tha: "A do të më mbante dikush edhe mëkatin tim ditën e gjykimit?" Kjo ishte drejtësia e tij në drejtësi që nuk njite asgjë tjetër përveç frikës ndaj Allahut. Frika e Allahut që e dridhte. Omeri nuk e pa kur veten si udhëheqës mbi njerëzit, por si shërbëtor të tyre. Ai thoshte: "Sikur të humbiste një deve në brigjet e Eufratit, do të kisha frikë se Allahu do të më pyeste për të." Kjo ishte madhështia e tij, një burr që sundonte kontinente, por që dridhej nga përgjegjësia për një kafshë të humbur. Mesazhi i Omerit për ne sot. Nëse shtetet tona, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut do ta merrnin Omerin si shembull, nuk do të shihnin veteran të luftës në rrugë pa bukë, nuk do të shihnin jetim që rriten pa përkujdesje, nuk do të shihnim pasuri të vjedhura e drejtësi të blerë me para. Omeri na mësoi se shteti është amanet, jo pronë. Se udhëheci duhet të jetë i pari që sakrifikon, jo i fundit që përfiton. Ai thoshte: "Ne jemi popull që Allahu na nderoi me Islamin. Nëse kërkojmë nder në diçka tjetër, do të poshtrohemi." Ky mesazh është si flak për ne. Nderi nuk qëndron tek pasuria, tek kariget, tek partitë, por tek drejtësia, tek frika ndaj Allahut, tek shërbimi ndaj popullit.
mësime për Kosovën dhe trojet shqiptare. Sot, kur shohim se si shumë nga ata që diku luftuan për liri ja lën pas dore, ta haruar në rrugë, zemra na dhemb. Sot, kur shohim veteran të UÇK-s, e UÇK-s së Maqedonisë e të Preshevës, që ecin pa bukë, e ndërkohë të pasurit e padrejtësisë ndërtojmë pallate, kujtojmë Omerin dhe themi: sikur të kishim një prijes si ai, nuk do të kishte fëmijët tim që qanë, nuk do të kishte nën që mashtron fëmijët me tenxhere bosh, nuk do të kishte dëshmor të harruar. Omeri është pasqyra ku duhet të shohim veten. Dhe sot historia na pyet: kush do të ngrihet të jetë Omeri këtij kombi? Përfundim. Omer ibnul Latabi ishte mali i trimërisë, deti i drejtësisë dhe drita e udhëheqjes. Ai nuk kishte frikë nga ushtrit, por nga Allahu. Nuk i druheshin njerëzit atij, por e donin, sepse e dinin se në zemrën e tij nuk kishte padrejtësi. Dhe kështu, kur të kërkojmë udhëheqjes për Kosovën, për Shqipërinë, për Maqedoninë e Veriut, le të kujtojmë se udhëheqësi i vërtet është ai që fle në dhe, të thjesht, por zgjon popullin me drejtësi. Le të kujtojmë se udhëheqësi i vërtet nuk është ai që rrit pallatet, por ai që shuan urinë e fëmijës, sepse siç tha një i dërguar: ke sunduar me drejtësi, o Omer, prandaj flej qetë.